Komisionerja Marta Kos në një intervistë për Klan News thotë se Shqipëria është një nga vendet në krye të procesit të integrimit. Ajo thekson se është e manitshme ajo që ka bërë vendi ynë në vitet e fundit, ndërsa vlerëson angazhimin e qeverisë për ta bërë anëtarësimin në Bashkimin Evropian realitet. Edhe Sali Berisha vlerëson se Shqipëria duhet i vërë bazat e saj ushtarake në dispozicion të Shteteve të Bashkuara në përballjen e saj me Iranin. Ai përjashton çdo lloj pakti me Ramën përveç 2 reformave, ndërsa bën të ditur se protesta e radhës do të mbahet më 8 maj. Qeveria ka hedhur për konsultim projekt ligjin për energjinë që synon të ndryshojë mënyrën si furnizohen qytetarët. Drafti parashikon që konsumatorët mund ta prodhojnë vetë energjinë nga impjantet fotovoltaike dhe tepricat mund t'i shesin në treg. Pasiguria që ka krijuar konflikti të zgjatur në linjën e mesme e ka rritur numrin e vizitorëve drejt Shqipërisë. Tur operatorët thonë se destinacionet më të kërkuara janë Riviera e Jugut, por edhe Tirana dhe qytetet e mbrojtura nga UNESCO. Gjykata e Prishtinës shpalli sot vendimin për 3 të akuzuarit e sulmit terrorist në Bajnës, ku mbeti i vrarë efektivi i policisë Afrim Bunjaku dhe u plagosën 3 të tjerë. 2 persona u dënuan me burgim të përjetshëm, ndërsa një i tretë me 30 vite burg. Shtetet e Bashkuara mund të kërkojnë pezullimin e Spanjës si antare e NATO, sipas mediave ndërkombëtare. Washingtoni përshkruan mundësinë e nisjes së aplikimit të ndëshkimeve për aleatët që refuzuan të bashkëpunojnë kundër Iranit. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos në një intervistë për Klan News thotë se Shqipëria është një nga vendet në krye të procesit të integrimit. Ajo thekson se është e manitshme ajo që ka bërë vendi ynë në vitet e fundit me mbylljen e grup kapitujve, ndërsa vlerëson angazhimin e qeverisë për ta bërë anëtarësimin në Bashkimin Evropian realitet. Zonja Kos, një pyetje nga televizioni kombëtar shqiptar Klan News. A është Shqipëria në rrugën e duhur për të hyrë në Bashkimin Evropian? Of course it is. Albania is one of the front runners. Sigurisht që po. Shqipëria është një nga vendet në krye të procesit të zgjerimit. Shpresojmë që në muajin maj do të jemi në gjendje që të miratojmë të gjitha standardet e përkohshme për sundimin e ligjit dhe pastaj të nisim me mbylljen e kapitujve. Është e manitshme ajo që Shqipëria ka bërë vitet e fundit me hapjen e të gjithë grup kapitujve. Opening all the classes in such a short time, your country, your government is so devoted to. Jam shumë e lumtur që qeveria juaj është kaq e përkushtuar për ta bërë realitet anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ajo që shohim në Shqipëri është vendosmëria e leadershipit tuaj në këtë drejtim. Kjo është vërtet një nga pikat më të rëndësishme. Ju keni një nga përqindjet më të larta të përkrajjes në sondazhe nga qytetarët për anëtarësimin në Bashkimin Evropian me 90% ose më shumë. Në asnjë vend tjetër kandidat nuk rezulton kjo mbështetje. Fakti që ju keni një leadership të vendosur për integrimin e plot në familjen evropiane e bën këtu projekt një kombinim të përsosur. Mbështetja e qytetarëve dhe puna e qeverisë shpresoj që të ndikojë në Bruksel. A është i mundur anëtarësimi i Shqipërisë në vitin 2030? Ne në Komisionin Evropian nuk caktojmë datat, por mbështesim vizionet realiste të shteteve kandidate. Nëse Shqipëria do të vijojë në këtë drejtim, gjithçka është e mundur. Ju nuk e mbështetët një ofertë, le të themi, nga kryeministri i Shqipërisë dhe presidenti i Serbisë për të hyrë në Bashkimin Evropian pa të drejtë vote. A e mbani ende këtë qëndrim? Of course I do. Sigurisht që e mbaj. Pse? Unë jam komisionere për zgjerimin dhe roli im është të ndihmoj shtetet kandidate të bëhen anëtare me të drejta të plota të Bashkimit Evropian, kështu që nuk mund të bëj kompromis për asgjë më pak se kjo. Nëse disa nga shtetet kandidate vendosin se nuk duan të bëhen anëtare ose thjesht duan që të jenë pjesë e Bashkimit Evropian në ndonjë nivel tjetër, kjo është zgjedhja e tyre. Për sa kohë që unë jam komisionere për zgjerimin, do të luftoj që ato shtete që i konsideroj kandidatët e mi të bëhen anëtar me të drejta të plota të Bashkimit Evropian. Kandidatët tuaj janë Mali Zi dhe Shqipëria. Kandidatët e mi janë 10. Unë kam 10 shtete kandidate, pjesë të detyrës sime.
Edhe kryetari i Partisë Demokratike vlerëson se Shqipëria duhet t'i vërë bazat e saj ushtarake në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përballjen me Iranin. Ai përjashton çdo lloj pakti me Ramën përveç 2 reformave, ndërsa bën të ditur se protesta kombëtare radhës do të mbahet më 8 maj. Deklarata e kryeministrit Rama për Politico, i cili tha se Shqipëria do të lejojë ushtrinë amerikane të kryejë operacione nga vendi ynë kundër regjimit iranian, mori mbështetje edhe në kampin blu. Nuk mund të justifikoj kurrë që t'i bllokohen bazat, fluturimet, vendit udhëheq të NATO-s për në një fushë betejë tjetër. A paraqisni një risk, po do të marrësh një risk, ke pranuar bazat e tyre. Ndonë se qëndrimi ndaj SBA-ve i bashkoi, krejt e kundërta ndodhi me deklaratën e Ramës drejtuar Bashkimit Evropian, sipas të cilit po bën një gabim serioz duke mos u angazhuar drejt për drejt me udhëheqjen ruse, për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Ky është një kameleon pa shtyllë kurrizore para 3 muajve. Edi Rama në samitin politik të Europës deklaroi se Europa nuk ka nevojë për këshilla përtej Atlantikut. Europa është paqja, tha. Është kultura e paqes. Është paqja vet. Tani del dhe jep mësime Europës se çfarë qëndrimi duhet mbajë ndaj Putinit dhe agresionit të tij në Ukrainë. Janë që të gjitha shërbime që përpiqet t'i bëj lëkurës së tij. Berisha ripërsëriti prerazi se nuk do të ketë asnjë lloj pakti me kundërshtarin e tij në qeveri, përveç reformës zgjedhore dhe asaj territoriale. Me Edi Ramën nuk mund të kemi asnjë pakt tjetër, përveç se këto fushat. Akuzat ndaj kryeministrit i vijoi edhe për dosjen e Akshit. Akshi është ndruar në pishinën e peshkaqenëve, historia më mafioze në historinë e një shteti. Strumullari i të gjithë aferës së Akshit është çifti Rama. Për të gjithë ato që i cilësoi aferat e qeverisë, shqiptarët i ftoi të zbresin në shesh në protestën e thirrur në 8 maj. Do japin me 8 maj mesazhin më të fuqishëm ndaj këtij regjimi bandit dhe hajdut. Ministri i Shtetit Ervin Demo thotë se jo gjithmonë do të bie dakord me qëndrimet që mbajnë kryebashkiakët. Sipas tij, reforma synon që t'i bëjë bashkitë më të forta dhe të përmirësojnë shërbimet ndaj qytetarëve. Nisja e dëgjesave publike për reformën territoriale ka nxjerrë në pa që jo vetëm opozita, por edhe kryebashkiakët socialistë janë të pakënaqur me atë që solli reforma e vitit 2015. Kryebashkiaku i Lezhës në takimin e të mërkurës u angua se disa kompetenca ju janë marrë bashkive nga pushteti qendror. I pyetur për këto kritika, ministri për pushtetin vendor, Ervin Demo, thotë se nevoja për të nisur këtë reformë erdhi pikërisht për të forcuar institucionet lokale. Megjithatë, nisur nga eksperjenca e tij personale në krye të Bashkisë së Beratit, Demo e bën qartë se qeveria nuk është aty për të plotësuar çdo kërkesë të pushtetit lokal. Ka shumë për diskutuar për shumë prej çështjeve që dhe kryetari i Bashkisë Lezhë ka ngritur. Ajo çfarë unë di të them është që pikërisht reforma territoriale është për ta adresuar shpeshherë disa elementë që kanë të bëjnë me funksionet e bashkive. Kuptohet që qeveria qendrore nuk do të bjerë gjithmonë dakord me bashkitë. Ministri Demo, që foli pas mbledhjes së qeverisë, lajmëroi se janë miratuar dhe zonat prioritare ku mund të investohet përmes projektit të paketës së maleve për 4 bashki të reja, duke çuar kështu në 40 numrin aktual të bashkive që i kanë dorëzuar hartat e pronave ku mund të lejohen ndërtimet. Qeveria ka hedhur për konsultim publik projektligjin për energjinë elektrike që synon të ndryshojë mënyrën se si furnizohen qytetarët. Drafti parashikon gjithashtu që konsumatorët mund të prodhojnë vetë energjinë nga impjantet fotovoltaike dhe tepricat mund t'i shesin në treg. Furnizim më i sigurt, çmime më transparente dhe më shumë rol për qytetarin. Këto janë ndryshimet kryesore që sjell projektligji i ri për energjinë elektrike. Reforma synon të kalojë nga një treg i mbyllur drejt një sistemi më konkurrues ku konsumatori nuk është më thjesht paguesi i faturës, por pjesë aktive e tregut. Për qytetarët kjo përkthehet në më shumë mundësi zgjedhjeje për furnizuesin, kontrata më fleksibël, po ashtu pritet të rritet transparenca e çmimeve dhe të përmirësohet cilësia e shërbimit. Projektligji promovon çmime dhe kosto të përballueshme e transparente për konsumatorët, gjithashtu rrit të drejtat dhe mbrojtjen e tyre në treg. Mbrojtja për shtresat në nevojë do të vazhdojë pasi parashikohet ruajtja e çmimeve të rregulluara për familjarët dhe bizneset e vogla. Në të njëjtën kohë, teknologjitë e reja si matësit inteligjent do t'u japin qytetarëve më shumë kontroll mbi konsumin.
Ndryshimet prekin dhe mënyrën se si funksionon tregu, duke hapur rrugë për konkurrencë dhe përfshirje të aktorëve të rinj, por edhe duke i dhënë mundësi konsumatorit ta prodhojë vetë energjinë, për shembull nga panelet diellore dhe për ta shitur atë në rrjet. Për herë të parë, konsumatori vendoset në qendër të sistemit energjetik si aktor aktiv. Ai mund të prodhojë, konsumojë dhe tregtojë energji elektrike. Kjo krijon mundësi reale për pjesëmarrje dhe përfitim nga tregu. Në fund, reforma synon jo vetëm përmirësimin e shërbimit, por edhe afrimin e Shqipërisë me tregun evropian të energjisë, duke sjellë një sistem më modern dhe më të qëndrueshëm për qytetarët. Pasiguria që ka krijuar konflikti të zgjatur në lindjen e mesme duke se ka rritur numrin e pushuesve të huaj në Shqipëri. Tur operatorët thonë se destinacionet më të kërkuara janë Riviera në jug të vendit, Tirana dhe qytetet e mbrojtura nga UNESCO. Lufta në lindjen e mesme ka nxitur rritjen e prenotimeve për sezonin veror në Shqipëri. Sipas tur operatorëve, pothuajse të gjitha rezervimet janë drejt vendit tonë dhe Ballkanit. Shoh nga rezervimet dhe pronotimet që kemi, është shumë i mirë sezoni veror nga turistët e huaj dhe ato që kishin rezervuar dhe mendonin që t'i kalonin pushimet në lindjen e mesme, po drejtohen drejt Shqipërisë edhe Ballkanit. Përveç Rivierës, destinacion është edhe kryeqyteti. Destinacioni kryesor patjetër që është Tirana, sepse duke qenë se ka edhe aeroportin afër, disa janë për një kohë të shkurtër që e vizitojnë Tiranën për disa ditë, sidomos individualët. Patjetër Kruja, edhe këto vendet e mbrojtura nga UNESCO dhe gjatë verës Riviera shqiptare kryesor. E teksa vite më parë Turqia ishte një nga zgjedhjet kryesore të shqiptarëve jashtë. Këtë vit prenotimet janë pothuajse zero. Në rezervime sporadike, domethënë që nuk konsiderohen fare dhe janë zhvendosur drejt Greqisë, Italisë, një pjesë edhe drejt Malit Zi, këto vendeve që kemi fqinj, patjetër edhe disa në Spanjë. Megjithatë, lufta në lindjen e mesme dhe rritja e çmimeve ka ndikuar edhe në koston e paketave turistike për jashtë. Disi çmimet janë rritur, po jo shumë, si pasojë rritjes çmimit naftës e faktorë të tjerë nga lufta. Në krahasim me vendet e rajonit, paketa turistike në Shqipëri janë me kosto më të ulët, çka ka bërë që vendi ynë të thithë gjithnjë më shumë tregje të huaja turistike. Afro 1.3 milion shtetas hynë në vendin tonë në Mars, duke shënuar një rritje me 11.7% më shumë se njëjta periudhe një viti më parë. Shumica e vizitorëve ishin nga Europa, ndërkohë sa i përket qëllimit dominojnë vizitat për turizëm dhe ato familjare. Muaji mars konfirmoi një rritje të fortë të lëvizjeve në kufit shqiptar, duke reflektuar një sezon turistik që po nis më herët se zakonisht. Sipas të dhënave zyrtare nga Instat, në vend kanë hyrë rreth 1.3 milion shtetas, një rritje me 11.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë daljet kanë arritur në 1.28 milion, me një rritje prej 8.5%. Rritja është e shpërndarë si tek shqiptarët, ashtu edhe tek të huajt. Fluksi i turistëve dominohet nga europianët, ku vetëm Europa jugore përbën rreth 80% të hyrjeve nga kontinenti, duke treguar varësinë e lartë nga tregjet rajonal, ndërkohë qëllimi i udhëtimeve mbetet kryesisht personal në 97% të rasteve, çka lidhet me vizita familjare dhe pushime, ndërsa udhëtimet për biznes mbeten në nivele minimale. Në total për 3 mujorin e parë të vitit hyrjet janë arritur me 6.4%, duke sinjalizuar një trend pozitiv për turizmin dhe ekonominë, por edhe një sfidë për menaxhimin e flukseve në sezonin veror. Do të ecim në teme të tjera zhvillime. Policia ka vënë në pranga një 48 vjeçar të identifikuar si Ligor Mehmet pasi në automjetin me të cilin lëvizte ju gjetën 3 armë zjarri, nga të cilat 2 pistoleta dhe 1 armë taktike luftarake. Ky shtetas u ndalua nga shërbimet e policisë në rrugën Myslim Keta në Tiranë. Policia thotë se ky shtetas i posedonte armët me qëllim shitje në zonat e Freskut dhe Tufinës te grupet kriminale. Burimet pranë grupit hetimor bëjnë të ditur se pistoleta do të shiteshin në vlerën e 1.500 eurove secila, ndërsa arma taktike për 8.000 euro. Gjykata e Tiranës la në burg pa fat 14 arrestuarit gjatë aksionit antidrog zhvilluar disa ditë më parë në kryeqytet. Vetëm për një të pandeo, shtetasin Ilir Baruti ndryshoi masa e sigurisë duke u lënë vetëm në hetim. Përmes blerjeve të simuluara, policia dhe prokuroria ngritën dyshime se ata shpërndanin drog në disa zona në kryeqytet dhe në afërsi të shkollave.
Apeli ka lënë në fuqi vendimin e shkallës për dënimin me 2 vite burg të ish deputetit socialist Jurgis Qyrbja. Ai u gjet fajtor për akuzat e korrupsionit në zgjedhje dhe tregtim të sekretit shtetëror. Gjykata e posaçme e apelit lënë në fuqi dënimin me 2 vite burg të ish deputetit Jurgis Qyrbja, duke gjetur fajtor atë për akuzat e korrupsionit në zgjedhje, tregim të sekretit shtetëror dhe përkrahje e autorit të krimit. Ai shleu dënimin me periudhën e paraburgimit dhe në shkurt të këtij viti u lirua nga qelia, teksa kërkoi pafajësi ose kthim të dosjes për rigjykim nga treshja e apelit. Në fuqi mbeti dënimi me 2 vite burg për akuzat e korrupsionit zgjedhor dhe tregimit të sekretit shtetëror edhe për Altin Hajrin, ky i fundit i gjykuar në mungesë pasi ndodhet në kërkim. I pandeuri tjetër në këtë proces, Ahmet Masha, u dënua përfundimisht me 1 vit e 8 muaj heqje lirie. Spak nisi hetimet pas bardhjes së komunikimeve në aplikacionin Skype, ku u gjetën biseda të ish deputetit socialist me persona të tjerë të skeduar nga policia, për të cilët hetuesit thonë se informoheshin nga ai për operacionet policore, nga ana tjetër i ofronin mbështetje e vota në zgjedhjet parlamentare. Gjykata themelore e Prishtinës shpalli sot vendimin për 3 të akuzuarit e sulmit terrorist në Banjs në 24 shtator të 2023-shit, ku mbeti i vrarë efektivi i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku dhe u plagosën 3 të tjerë. Me përmbajtjen e këtij vendimi na jeni në këtë moment gazetarja jon Blerta Dalloshi Berisha. Blerta, të përshëndes, cili është vendimi i gjykatës? Po, gjykata ka vendosur që 2 nga të akuzuarit, Blagoje Spasojević dhe Vladimir Todić, të dënohen me burgim të përjetshëm, derisa për Dušan Maksimović, ai u dënua me 30 vjet burgim. Ata janë dënuar për sulmin e armatosur në Banjsk që ka ndodhur më 24 shtator të vitit 2023. Sipas vendimit, ata kanë qenë pjesë e grupit të serbëve të armatosur, ku u vra polici Afrim Bunjaku, ndërsa u plagosën edhe policë të tjerë. Blerta, me këtë vendim është mbyllur çështja e drejtësisë për Banjskën apo ka edhe persona të tjerë në heti? Jo, në fakt ka edhe persona të tjerë, janë 40 persona të tjerë të cilët akuzohen për sulmin në Banjska në krye me Milan Radojičić, i cili edhe e ka pranuar sulmin dhe po kërkohet ndërkombëtarisht. Madje prokurori Naim Abazi ka thënë që edhe pas këtij dënimi do të vazhdojnë të punojnë që bashkë me faktorin ndërkombëtar të sjellin të gjithë para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Qartë, Blerta, të falenderoj për raportimin tënd nga Prishtina lidhur me këtë çështje. Ne do të mbetim në fakt në Kosovë për një tjetër temë, pasi sot është ditë të zije shtetërore në nder të akademikut Recep Qosja. Krerët më të lartë të shtetit, politikës dhe kulturës vlerësuan rolin e tij në jetën publike. Kjo e premte ishte ditë zije shtetërore në Kosovë në nder të akademikut Recep Qosja, që u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare. Institucionet kryesore kujtuan rolin e tij në jetën politike dhe kulturore të vendit. Një aktivitet të mbajtur në Akademinë e Shkencave të Kosovës, kryeministri Albin Kurti e quajti si zëri më i spikatur intelektual shqiptar. Profesor Recep Qosja frymëzoi breza studentësh, i dha guxim e zë drejtësisë së protestave studentore të vitit 1981 që u bën edhe demonstrata gjithë popullore, e madje posaçërisht kur vala e tyre dukej se kishte rënë. Ndërsa përfaqësues të akademive të Kosovës dhe Shqipërisë, ku ai bënte pjesë, veçuan kontributin e dhënë në jetën kulturore. Akademik Qosja mishroi në mënyrë të denjë figurën intelektuale të angazhuar, të përkushtuar ndaj së vërtetës dhe të palëkundur në mbrojtjen e vlerave themelore të shoqërisë. Angazhimi i tij në çështjen kombëtare dhe në afirmimin ndërkombëtar të Kosovës është i pashembull. Krerët më të lartë të shtetit dhe politikës morën pjesë gjithashtu në omazhet e zhvilluara në ambientet e Kuvendit të Kosovës, ku lanë edhe shënimin librin e kujtimeve. Pjesë e tyre u bë edhe ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë. Humbja është e madhe, megjithatë do të thoja që gjithçka që ka lënë akademik Recep Qosja është një pasuri e jashtëzakonshme. Recep Qosja ishte një nga zërat e fortë të jetës politike e kulturore, por përcjellja në banesën e fundit u krye vetëm nga familja për të respektuar amanetin e tij.
Shtetet e Bashkuara mund të kërkojnë pezullimin e Spanjës si anëtare e NATO-s. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Washingtoni po shqyrton mundësinë e nisjes së aplikimit të ndëshkimeve për aleatët që refuzuan të bashkëpunojnë kundër Iranit. Washingtoni po shqyrton masa të ashpra ndëshkuese ndaj aleatëve të NATO-s që refuzuan të mbështesin operacionet ushtarake amerikane kundër Iranit. Agjencia e lajmeve Reuters raporton se emailët brendshme të Pentagonit zbulojnë opsionin për të kërkuar pezullimin e Spanjës nga aleanca. Ky propozim vjen pas vendimit të Madridit për të mbyllur hapësirën ajrore dhe bazat ushtarake për avionet luftarake amerikan. Administrata Trump po shqyrton gjithashtu tërheqjen e mbështetjes diplomatike për Britaninë e Madhe lidhur me sovranitetin mbi ishuit Falkland. Washingtoni mund të njohë pretendimet e Argjentinës si kundërpërgjigje ndaj refuzimit të kryeministrit Keir Starmer për të bërë pjesë blokadës detare. Nga samiti i Qipros, kryeministri spanjoll Pedro Sánchez reagoi duke deklaruar se qeveria e tij punon mbi dokumente zyrtare dhe jo mbi emailët pa konfirmuar. Thellimin e krisjes mes Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tjerë të NATO-s e vën në dukje edhe një lajm i publikuar nga agjencia gjermane DPA, që raporton se NATO ka vendosur të braktisë avionët Boeing për misionet e vëzhgimit. Aleanca pritet të lidhë kontratë me firmën suedeze Saab për zëvendësimin e flotës së vjetër të avionëve amerikan. Ky hap po ndërmerret për të rritur autonominë strategjike të Europës dhe për të reduktuar varësinë teknologjike nga Shtetet e Bashkuara në kohë konflikti. Pakistani po vijon përpjekjet për ta bindur Iranin të arrijë një marrëveshje që sjell fundin e konfliktit me Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump zgjati me 3 javë të tjera afatin e armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit. Pavarësisht blokadës së ndërsjellët në ngushticën e Hormuzit, Pakistani po vjon përpjekjet intensive diplomatike për të ulur në një raund të dytë negociata Shtetet e Bashkuara dhe Iranin. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi zhvilloi bisedimet me zyrtarët e lartë pakistanez mbi zhvillimet rajonale dhe ecurinë e armëpushimit. Kryeqyteti pakistanez mbetet në gjendje gatishmërie për rritjen e delegacioneve, ndërsa rrugët e bllokuara prej 6 ditësh kanë nisur të dëmtojnë ekonominë lokale. Presidenti Donald Trump deklaroi mbrëm se synon të arrijë marrëveshjen më të mirë me Iranin dhe nuk ndjen asnjë nxitim për mbylljen e Sipas tij, vetmi i humbur nga pritja është Teherani, i cili po vuan pasojat e rënda financiare të blokadës detare. Washingtoni kërkon sikush dorëzimin e uraniumit të pasuruar përpara se të nënshkruhet çdo marrëveshje përfundimtare. Paralelisht, Trump njoftoi zgjatjen me 3 javë të armëpushimit mes Izraelit dhe Libanit pas një takimi historik në zyrën ovale. Ai konfirmoi se në javët e ardhshme do të presë në shtëpinë e bardhë kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe presidentin libanez Joseph Aoun. Presidenti amerikan theksoi se SBA do të ndihmojë Libanin për të mbrojtur dhe çarmatosur grupin Hezbollah, të cilin e konsideroi pengesën kryesore për paqen. Në terren situata mbetet e brisht pasi shkëmbimet e zjarrit mes Izraelit dhe Hezbollahut kanë vijuar pavarësisht marrëveshjes për tregti. Ushtria izraelite kreu sulme ndaj infrastrukturës së grupit pro-iranian në jug të Libanit si përgjigje ndaj provokimeve të fundit. Islam Dudajev është kualifikuar në gjysmëfinalen e peshës 65 kg në stilin e lirë në Europianin e Mundjes që po zhvillohet në kryeqytet. Mundësi i Shqipërisë do të përballet tashmë me rusin Islam Gusejnov. Dudajev ka fituar më parë medaljen e artë kontinentale në kampionatin e vitit 2024 dhe të bronzit në vitin 2022. Qeveria shqiptare vendosi që të rrisë shpërblimet për arritjet ndërkombëtare të sportistëve, bonuset për rezultatet e larta shtohen nga 65% deri në 200% për kompeticionet më të rëndësishme. Qeveria vendosi të rrisë shpërblimet për sportistët e trajnerët për rezultatet e arritur në aktivitetet ndërkombëtar. Kjo shton dukshëm të ardhurat sipas ministrit Blendi Gonxha, duke garantuar një skemë më të drejtë edhe për disa disiplina si për shembull peshngritja. Kemi një rritje deri në 65% për stile të veçanta dhe kemi rritje deri në 100% për rezultatin përfundimtar. Përmirësim do të ketë për të gjitha disiplinat sportive, përsa i përket shpërblimeve nga aktivitetet rajonale deri tek ata botërore e olimpik. Ka një rritje deri në 200% ose 3 fishim për disa kategori rezultatesh në kampionate europiane, ka një rritje mesatare nga 50% deri në 100%. Në përgjithësi për gjithë rezultatet e tjera, ka një rritje prej 100% ose 2 fishim për kategori lojrash olimpike dhe kampionate botërore, me rritje për gara mesdhetare dhe për ato ballkanike. Medalja e artë olimpike vlen 15 milion lekë, ajo botërore 10 milion, ndërsa ajo europiane 6 milion. Shpërblimet do të ketë edhe për rekordet, ku më i larti është në lojrat olimpike, 18 milion lekë. Rritjet do të reflektohen prej muajit prill, ndërsa do të shtohet edhe kompensimi ushqimor nga 3.500 lekë në ditë në 5.000.
Së fundmi me kulturë është promovuar sot libri biografi kushtuar akademikut të ndarë nga jeta 25 vite më parë Lek Gjiknuri, vepra hedh dritë mbi jetën personale dhe profesionale të një njeriu që dha një kontribut të shquar, sidomos në fushën e shkencave të natyrës. Në 25 vjetorin e ndarjes nga jeta të shkencëtarit dhe politikanit Lek Gjiknuri, botohet vepra e autorit Eris Rusi, dedikuar kontributit të shquar, që akademiku dha në shkencat e natyrës dhe mbrojtjen e mjedisit. Në veprën Lek Gjiknuri, jeta një shkencëtari, tretohet njeriu që përsosi veten, arsimin ku ai kontriboi pareshtur, si pedagog në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, por edhe në pozicione më të larta aty, gjithmonë duke udhëhequr nga parimet e tij të pa kompromis. I biri Damian Gjiknuri, përpos emocioneve në këtë moment të rëndësishëm, foli pa dorashka për sfidën që e ndjek si biri e akademikut dhe një personaliteti që ndoqi vetëm idealet e tij. Patjetër që në politik bën dhe kompromise, nganjëherë jo gjithë ajo që mendon i mbijeton forcave të kohës, por unë gjithë jam munduar gjithmonë t'i them vetes time, po t'ishte baba im gjallë, çfarë do të bënte në këtë drejtim, dhe kjo ka qenë një lloj busull e orientime. Autori Eris Rusi tregon për realizimin e veprës, që nuk është vetëm biografike, por hedh dritë edhe në jetën personale të Lek Gjiknurit. Është një ilustrim i të gjithë atyre ngacmimeve që ekzistenca e njeriut ka dhe është e nevojshme të shërbej pastaj edhe si një model edhe si një jehon që mbetet edhe për ata që do të vinë. Për miqtë e tij dhe kolegët me të cilët ai ndau jetën dhe etapat më të rëndësishme të karrierës, ky moment duhet të vlejë si një thirrje. Sëmendjet duhet të vlerësohen, jo vetëm pas ikin, por sa janë edhe në të gjallë. Çdo njeri që ikën nga kjo jetë është një bibliotekë që digjet dhe nuk kthehet më. Dhe ka plot biblioteka aty që janë djegur dhe nuk është thënë një fjalë. Shumë pak flitet për të nderuar njerëz të shquar, për shembull për ata që hodhën themelet e arsimit të lartë të shkencës së Shqipërisë. Ai do mbetet në mendjen dhe zemrën tonë si një koleg, pedagog i devotshëm, shkencëtar serioz, por njëkohësisht dhe veprimtar publik plot kurajo e pasion. Ato që ka sugjeron Leka për zgjedhjet, po t'i zbaton dhe Damiani me Rogert Byllybashin, do kishim dalë nga kriza. Profesor Gjiknuri quhet për shpotit e tij, po atë trashëgimin e zgjedhjeve nga ty e mora profesor. Në promovimin e veprës morën pjesë akademik, studiues, por edhe politikanë të cilët ndan kujtimet e tyre për këtë personalitet të shquar. E me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.